Këtu kemi... Ku ki shef? A ki shef në këtë krah? Ta dojnë zemra aty, te aty, unë këtu. Ku ki shef ti? Te aty, unë këtu. Jo ti shtu. Jo, s'ka problem, s'ka problem. Jo, lutem. S'ka problem. Unë du me dalë qëtu. Jo se për arsyet kamerës është pak më ndryshe, ose a bën? A mune dhe jo rrugën. Atëherë. Kuvendi Komunal Gjakov, do më thonë falenderim Zotit Anton Nikolla, i pas ka dhënë me kryetar Aqif Shehu, në vitin 2004 kjo mirë njohje për juve, për ndihmën dhënë shkollave dhe spitalit komunës tonë. Pra, do më thonë shkollave dhe spitalit në Gjakov pas kanë bërë donacion. Altin, këtu nështë një pjesë e madhe kombi tu nuk i din. Ama mëse se tash i e këto, unë i kam rujt disa, tu shkruan 4 vagona ndihma për Isniqin dhe spitalin e Gjakovës. 4 vagona ndihmë për Isniqin dhe spitalin e Gjakovës. Që ku shkruan këtu Anton Nikolla. Anton Nikolla. Kur është fjala Anton Nikolla, nuk jam unë i vetëm. Për mbledh gjithë vllazërit. Ashtë Bekimi, ashtë Krizmeni, ashtë Marjoni, ashtë Kristiani, ashtë Palushi. Janë gjithë pra, gjithë familja Nikolla. Absolutisht, bravo. Do më thonë 4 vagona. 4 vagona. Bravo. Që kjo pjesa tjetër, që vagonat? Që ku janë? Vagonat. Autoritetet doganuar në patën nalë. Këto ishin nihma. Po në nalëm thujet e se në ajnet e bënë, këtë ati unë nësën, po dikur inë shumë. Okej. Që? Këto bëhet fjalë, këto gazeta janë të vitit 2003? 2003. Po, 2003. Që 2003. Po. Bibliotekin kombëtare, universitare, në Prishtinë, mas lufte, e kanë pajis komplet na. Falas. Bibliotekën. Këtë më thonë, gjithë shka është falas, me 70 kabinete, 70 zyre. Që? Bravo i qoftë. Metër internacionale Zvicë se zgjidoi bibliotekës kombëtare të Kosovës 70 kabinete zyresh. Që? Bravo. Që ku jam unë këtu? Që ku jam unë këtu? Bravo. Anton Nikolla me Jacques Naur. Do më thonë këtë Zvistroni. Pse Anton kene nejt në heshje dhe nuk i ke dërguar për shkakun? Apo bamirësia... Që kjo pjesa tjetër? Po, ndihma për Kosovë të organizuara nga bashkëdhëtarët tanë. Që ku jam unë këtu? Jeti aty bashk... Me Peter Baumgartner, Zvistran. Po thuaj se unë... Me vlerë 350.000 franga. Po. 4 vagona, me vlerë 350.000 franga. Atëre, kemi dërgu centrale digitale për 1.000 numra telefonik. Për 1.000 numra telefonik. Bashkëtar Anton Nikolla jep donacion me vlerë kapitale. Bravo qofte. Bravo. Shumë respekt. Unë pas kam bo mirë që kam arca të Anton. Këto ka qenë brajshori. Jemi kanë, po thuja se u lidhë se për një shkollë Gjën Nikol Kazazi në Gjakov se është ndërtu. Ne në kanë aj motori kryesor i organizimit. Me kontribut Zvistran shkolla vlerë prej 5 milion eurosh në Gjakov. Këtu, shka du me cek, se jam shumë kurioz me ta. Kur ka qenë indjeri, kryeministri i parë Rexhepi, jo... Kryeministri i parë Rexhepi, dhëratën e parë... Bajram Rexhepi, po. Dhëratën e parë ja ka dhënë qika vllavtem Anita Nikolla që. Okej. Lullet e parë i ka marrë pi familjes tonë. Okej. Edhe këto i kemi dhënë na Alipodrimjes lullet për librin na gjithmonë ku ka qenë kombi, ka qenë familja Nikolla. Bravo, shumë mirë. Ku ka qenë kombi, ka qenë familja, shumë e fortë ishte kjo. Që këto djali jem, me të ndjerën Bajram Rexhepin, që Anita dhe djali jem. Bukur, bravo. Po kam gazeta pa fund marë, po nuk e... Si kam... Që dhe këto? Që zëtë me falën dhe kompjuterin në shkollën e Kosovës.
Pra të më thonë, miqësia që rezultoi me faljen e 372 kompjuterave për shkollat e Kosovës. Po. Unë jam i dhanun, tham drejtën e Zotit, shkolla edhe spitale. Kërkun tjetër. Shkolla dhe spitale, po ndi edhe në shëndetësi. Shkolla dhe spitale, edhe për shkollat e spitale, akoma jam Bravo. që i përkrahi edhe jo une. Unë ka herë po gaboj, po i tham une. Familja Nikola, po. Familja Nikola. Po, absolutisht. Shumë respekt për vëllezrit Nikola. Krist, të përshëndes edhe ty se të njoh personalisht. Tjerët edhe më duket edhe Palushin. Bikimin, Ja, unë nuk e njoh. Palushin e nje. Palushin mund të njoh përmes telefonit. Kristen e njoh kam takuar edhe live. Edhe ty kurse vëllezrit tjerë, po gjithsesi ju përshëndes gjithëve dhe shumë respekt për punën edhe suksesin tuaj.